Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taslima mazida. Falendrojmë Allahun fuqiplot. Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë shokëve të tij, familjes së tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut lut Allahun subhanahu wa taala që me dituri të dobishme Allahu të na begaton, të na furnizon për të devotshëm i Allahut na bën në Jannatul Firdaus me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Allahu të na takon. Me lejen të Allahut te bareke ve taala, në këtë natë do të flasim për një çështje, për një temë të jetë e rëndësishme dhe që duhet mirë trajtuar dhe që duhet mbajtur ligjërata me radhë, duke ditur se rinia, fëmijët tanë, vladët tanë janë ardhmëria e shoqërisë tonë. Dhe rinia tash në këtë kohë ballafaqohen me sfida të ndryshme moderne. Dhe në Islam ka perspektiva. Kështu që ne duhet në fillim t'ua shpjegojmë, t'ua cekim, t'ua përmendim rinis sfidat me të cilat ata ballafaqohen, edhe pse ata nuk i vërejnë, por ata janë fundosur tash, janë zhytur mirë në sfidat domethënë moderne të kësaj kohe, dhe ne duhet t'ua përmendim atyre që ata ta kuptojnë realitetin e rinisë së tyre dhe të kuptojnë llojet e sfidave me të cilat ata ballafaqohen dhe cilat janë perspektivat e Islamit dhe çfarë ofron Islami. Dhe si mundet ai si një i ri të shpëton prej këtyre sfidave të ndryshme, të cilët i kemi parasysh, ndoshta diçka kemi harruar, por në përgjithësi i dim sfidat e kësaj kohe, sfidat moderne me të cilat ballafaqohen ata, po edhe një numër të madh konsiderueshëm edhe të njerëzve në moshë, të cilët ballafaqohen me sfida të ndryshme të kësaj kohe, që i emërtojmë sfida moderne. Rinia, vëllezër, për hir të Allahut është një pasuri, por në të kohë është edhe një përgjegjësi. Pse? Për shkak se Allahu subhanahu wa taala na ka furnizuar me evlad, me të ri. Dhe ata janë ardhmëria e shoqërisë tonë. Por në të kohë janë edhe përgjegjësi, sepse pasurinë, begatinë, të mirën, të cilën Allahu subhanahu wa taala ta ka falë, ta ka dhënë, ti duhet t'ia hapësh hakun. Ti duhet të angazhohesh për ta mirë menaxhuar qatë begati, qatë ri, qatë evlat, qatë pasurit të cilën ta ka falë Allahu te bareke ve taala. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke konsideruar normal rini si një periudhë art e jetës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar i riun të rinë në adhurimin Allahut te bareke ve taala, si një nga 7 kategoritë të cilët do të shpëtojnë në ditën e ahiretit, në ditë kur çdo kush do ta ketë vështirë të shpëton propos atij i cili do del para Allahut azza me zemër të shëndosh, me vepra të mira. Grupe të ndryshme të cilët i ceki përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E një prej tyre është thotë shabun nasha fi ibadatillah. Një djalë i ri, i cili rininë e tij e kalon në adhurim të Allahut, duke adhuruar Allahun fuqiplot. Jo rastisht i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përmend një djalë të ri, i cili rininë e tij, moshën e rinisë e kalon në adhurim. Moshën, vitet më të komplikume, më të vështira, më të rënda, kur epshi është shumë i madh, kur ballafaqohet me sfida të ndryshme, ku mundësitë për devimin e tij janë të shumta dhe të mëdha dhe shumë lehtë, por ai jepet adhurimit të Allahut te bareke ve taala dhe nuk lejon që sfidat ose belajat ose të këqijat, fitnet të ndikojnë tek ai për ta devijuar. Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është hadithi
Sebatun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 lloj grupe njerëzish do të jenë nën hijen e arshit të Allahut në atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër pos hijes të Allahut te barektala. E përmend një djalë të ri. Kishte pas mundësinë i dërguari Allahu se të thotë një njeri i moshuar, një plak. Por jo, me qëndru në rrugë të Allahut në kohën, në vitet kur mundësia është më e madhe për devim, kur forca fizike është shumë më e fortë, më e madhe, kur epshi është më i madh, kur bukuria është më e madhe, më e mirë, duke ditur djaliri i bukur, pastaj kur ti bëhet 60-70 vjet, pra shëmtohet edhe normal ndryshon fizionomia e tij, ma nuk është ai që ka qenë moshën 20 vjeçare. Pra, mundësit që i ka për të devijuar, për të lajthitur dhe për t'ia kthyer shpinën në rrugës të Allahut, që i kanë moshën rinis, nuk i kanë moshën pleqërisë. Dhe jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend një djalë të ri i cili rinin e tij e kalon në rrugën e Allahut te bareke ve taala, e ky do të jetë nën hijen e arshit të Allahut azza xal, në ditë kur nuk do të ketë hije tjetër pos hijes të Allahut subhanahu wa taala. Rinia është koha e forcës. Rinia është e vendimeve të mëdha dhe e ndërtimit të karakterit. Nëse i riu në moshën e rinisë së tij nuk ndërton karakterin e tij, moralin e tij, nëse nuk mëson dinin e tij, dinin Allahu te barektala, nëse nuk hulumton, mëson, studion, kur moshë 50 vjeçar, 60 vjeçar, ai nuk arrin më. Ai nuk mund të arrin atë. Prandaj, jo rastisht në shumë argumente të ndryshme të shumta mund të vrejmë se si i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë një peshë, një rëndësi të madhe të riut. Kum selam. I riu ka një vlerë të madhe, jo se plaku i moshuari nuk ka vlerë, oliadhu billah. Por ky hadith le të jetë vetëm si argument pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një prej 7 grupeve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut, një djalë i ri që rinin e tij kalon rrugën e Allahut. Pra kjo është si argument se me të vërtet i ju ka një peshë, një vlerë të madhe në dinin Allahu te bareke ve taala. Cilat janë ato sfida moderne me të cilat ballafaqohet rinia sot? Sfida moderne për shkak se na jetojmë në kohën e modernizimit. Dhe cilat janë ato sfida moderne me të cilat ballafaqohet rinia sot, me të cilat përballet rinia, dhe ne që duhet i përmendim disa prej tyre, që janë shumë me rëndësi dhe shpresojmë se këto do t'i dëgjon çdo kush i cili ka evlat. Pra se gjithash, ai djali yt sot i cili është 1 vjeçar, 5 vjeçar, 10 vjeçar, nesër bëhet 20 vjeçar. Bidhni Allahu dhash ty umrit gat. Pra nesër ato do bëhen në rini, do bëhen një shoqëri që të jenë ardhmëria jon. Por tash sa rinia jon është një rini e shëndosh, me virtyta të larta islame, e furnizuar me furnizime të shëndosha, e frymëzuar me frymëzim islam. E prej këtyre sfidave në fillim është kriza e identitetit. Kur themi kriza e identitetit, aleikum selam, i riu si i ri duhet ta din kush është ai. Kush është ai? Cila është rruga e tij? Dhe çfarë qëllimi ka jeta e tij? Pse jeton ai? Sot nëse pyet një të ri, kush je ti, ai din të ta tregon emrin e tij, kush është pejgamberi. Pa ai nuk e njeh identitetin e tij, ai nuk e njeh vlerën, peshën, rëndësinë që Allahu te bareke ve taala ka dhënë atij si një djalë i ri musliman që beson në Allahun te bareke ve taala, që prindrit e tij, familjarët e tij ka besimtar musliman. Ai nuk e din. Dhe kur ti thuash cila është rruga jote, çu bëj parë më shumë. Çu me bë parë, e tash çdo kush i ri mundohet sa më shpejt me bë parë. Pra procedura është e përshpejtuar në kohën e sotit, në këtë modernizëm, ku çdo kush në forma, metoda, mënyra të ndryshme të bën parë. Ha i bën për 1 orë, për 5 minuta, thjesht, shumë thjesht i bën. Çka del TikTok? Një budall me një budall tjetër. Tamam? Ky budallët që të veta, ky budallët që të veta. Hajman nuk je identitetin e tij. Haj nuk e një ma vetin e tij. Haj një diçka, çish me bë parë. E tash kush për këtyre dyve kanë me bëu më shumë budallëqe në rrjetet sociale dhe me i pa njerëzit budallëqet e tyre, e tash budallëqet e këtyre duke i ndjekur njerëzit e tjerë, ndoshta
janë profesor, njerëz të akademisë, duke se tash edhe njerëz të arsimum kanë TikTok, ka gjë të gjithë, duke i përcjell budallëqet e tjerëve dhe duke u dhanë komente atyre për budallëqet e tyre. Në fillimit nuk duhet t'japish ti koment atij, sepse ai është një person i cili vun para së gjithash mos harro se ai nuk e njeh identitetin e tij. Ai nuk din pari kush është dhe cili është qëllimi i tij. Cili është qëllimi i jetës së tij? Cili është qëllimi i jetës tënde? Thash, çish me bë parë, çish me knaç, çish me kalmiri veshët. Çish me shfenu epshin. Kështu. Hetash për 5 minuta, për 10 minuta, për gjysmë ore bëjmë parë. Ato parë ata i bën që ti nuk mund ta bësh për një muaj. E ka bën parë, edhe i shef rrjetet sociale, postojnë për kreveta, për masa, tavolina, sa euro, sa franak kanë bëu ke parasysh? Çish? Dyrt e narkomanisë janë të hapura, dyrt e imoralitetit, zinallëkit janë të hapura, dyrt e budallëqeve janë të hapura dhe në mënyra të ndryshme përmes të secilave arrihet hidhrimi i Allahut dhe Iriusi i ri nuk e njeh ai vetin e tij. Kjo është sfida e parë. 2. Presioni i rrjeteve sociale. Rinia sot janë në një presion të madh. Edhe ne, të gjithë. Por veçanërisht themi rinia për shkak se jo rastisht e fillu me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ju që do të jetë nën hijen e arshit të Allahut azza xhel në ditën e ahiretit. Veçanërisht prandaj ne tash e përmendim riun. Janë rinia pra në një presion të rrjeteve sociale, duke krahasuar veten me të tjerët. Tash çka përhapet, çka postojnë rrjetet sociale? Postojnë gjëra të ndryshme, por një prej tyre mas së shumti, çka duke pasuar njëri tjetrin, duke ndjek njëri tjetrin, duke ndjek hapet e të tjerëve, në shfrenim të epshit, në zhveshje të trupit, në rritje të muskujve, të trupit, zbukurimin e trupit e kështu me radhë, duke i ndjekur hapet e të tjerëve. Pastaj kjo rini e hub me atë vetë vlerësimin, se ti kur e ndjek dikë që nuk duhet ndjekur pasuar, ai më hub vlerën e tij. Se cilën e ndjek dikë që s'ka besim. E ndjek dikë që i bën kufër shirk Allahut. E ndjek dikë që është i njohur në amoralitet në zinëllëk. E ndjek dikë që është i njohur në konsumim të gjërave, më thënë drogës, narkomanisë dhe kështu me radhë. Por çka? Ja, ai ka bën 1 milion, 2 milion djegës rrjetet sociale, kjo nuk i ka. E tash masi ai ka bë, jo kjo tash ne folim për rinjin, por edhe nëse merr në aspekte të ndryshme, tash edhe në aspektin fetar, nëse për të qenë një njeri që do t'i pranohet fjala e tij dhe dituria, njohuria tek të tjerët është nëse ka 1 milion, 2 milion shikues, followers, nëse nuk ka, s'është kurkush i ky. Nëse i ka 1.000, 200, 500 ndjekës followers në rrjetet sociale, nuk duhet me nguket. Kështu sot vlerësohen njerëzit. Nuk vlerësohen sipas diturisë. E tash, kjo rini e ka hub vetë vlerësimin e saj kur ndjek njerëz që nuk duhet ndjekur. E pastaj përhapja e modeleve të gabuara të suksesit. Çka zbojnë aty modele të ndryshme që janë kundërshtim me suksesin. Ai nuk arrin më në sukses jetën e tij, por arrin diçka, por ajo që arrin është vetëm që afron tek dënimi Allahu te bareke ve taala dhe me vdek pa la ilaha illa Allah. Me vdek pa namaz, me vdek me gjëra të këqija, me vdek si jo musliman. Këtë arrin. Sfida e dytë, largimi nga besimi. Kjo është një presion. Është një presion të rrjeteve sociale për rinin sot. Pra në ndikimin e materializmit, në ndikimin e relativizmit moral, shumë të rinj sot e humbin lidhjen me Allahun te bareke ve taala. Ajo që dëshmon, gjokush në shtëpi, keni një vlla ose një fëmijë ose një djalë ose një kueshi ose kushuri, të gjithë. Jemi pjesë e shoqërisë dhe njohim një tjetrin. I njohim ata që janë larg nesh, po kemi vendali dhe kështu me radhë, dhe ne shohim se sa rinia janë në rrugë të Allahut. Rinia nuk falin namaz. Rinia nuk e kanë dertin e gajlin e namazit. Rinia nuk janë të edukuar, nuk janë të frymëzuar për ta pas gajlin dertin e namazit. Rinia, thash, lidhet i majnë me personalitetet të ndryshme degenerus, që i degenerojnë ata si rini,
i kanë raportet me ata, i kanë lidhshmëritë me ata, mirë po jo me Allahun te bareke ve teala. Rinia sot vdesin pa la ilaha illallah. Çato të rinj ka vritën çdo ditë në trojet tona, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, vendet tona. Vdesin pa la ilaha illallah. E vrasin njëri tjetrin. E mbysin pa pik gajle, pa pik mërzije. Sepse më e lehtë është bërë tek ata vrasja, mbytja, degenerimi, shfrenimi, se sa udhëzimi dhe mbajtja e lidhjes me Allahun te bareke ve teala. Për shkak të tyre presioneve të rrjeteve sociale, sot rinia jonë është në këtë gjendje në të cilën është. Dhe gajlen nuk e kanë kurkush dijeni përpos se hoxhallarëve, përpos prindërve të devotshëm besimtar. Ata të cilët janë njohin vlerën, peshen, rëndësinë rinisë. Të tjerët, ama qysh se ka galen a djale ka, edhe pse ka djal, ai është jam mësu rrugën e degenerimit. Ai është jam mësu baba, prindi, se ai është veti degenerum, edhe degeneron fëmijën e tij, e vllatë e tij, dhe ai galen nuk e ka, se ai e shefat gjë e mirë. Edhe shef pjesë jetës së tij dhe kështu do të më u kënaq njeriu. Ati do t'i pengon djali i tij nëse është në xhami. I pengon nëse djali, shkoni thot keni kulturë arabe, shkoni te arabët. Këto janë shprehjet. Ama kur t'ja mbysi nesër djalin, të duhet me gjyku me kanunin e lek dugaxhinit. Me kanun me marr hakun njëri tjetrit. Atë duke mbyt njëri tjetrin. Atëherë kërkon hak marrë pse ja kanë vrarë evladin, se derisa e kishte gjallë nuk ja dinte vlerën, peshën, rëndësinë si pjesë individ i asaj shoqërie, po kur t'ja marrin jetën e vladit, e atëherë kupton se djali i tij duhet të jetë ndryshe, jo kështu. Immoraliteti dhe fitnet është një lloj presioni që rrjetet sociale i bëjnë rinisë sot. Është një realitet i hidhur. është një realitet i hidhur, po është realitet. Çka? Realiteti është se po përhapet në forma të ndryshme immoraliteti. Përhapet në forma të ndryshme. Fitnet përhapen në forma të ndryshme. Narkomania, konsumimi i llojeve të ndryshme të drogës, sot është bërë pjesë e rinisë. Foli trojet tona, veçanërisht, është bërë pjesë e rinisë. Konsumojnë me të madhe, shpërndahen nëpër shkolla. Dhe këtë nuk e them unë, këtë e thon mediat. Dhe ata vetë dëshmojnë atë. Dhe bashkë ata janë që e sulmojnë islamin, e pastaj çka po bëhen nëpër shkolla? Po normal. Kur ti je për krahas i të keqes, pastaj sado që ta luftosh të keqen nuk shkon. Nuk shkon, nuk e han. Nuk shkon, sepse ti je për krahas e saj. E sot me të madhe, llojet të drogës të ndryshme përhapen, shiten nëpër shkolla, u shiten fëmijëve tanë, vladëve tonë. I degenerojnë në mënyra të ndryshme, duke përhapur zinallëkin, immoralitetin tek ata, po mos folim ma për dhunën të cilën vetë se po e shihni ju çdo ditë. Se si po e dhunojnë njëri tjetrin, se si e rehin njëri tjetrin. Qoftë ajo reje kështu mirë, qoftë ajo duke edhe ja marr jetën. Pastaj rezultati i gjithë këtyre presioneve të ndryshme, dështimin e edukim dhe papunësi. Hajri është full me energji. Hajri dhe të gurë thyje, që shkanë thy stërgjyshërit tanë, që shkanë punu. Ma hajri deri 2-3 ora nuk flenë. Sot i kemi edhe këtu, edhe në Evropë i kemi. Deri 2-3 ora nuk flenë. Çka bën ai deri 2-3 ora? Sot të punu, sot të thëj gurës. Ja, TikToki në ersir, terë në dhomë që aty, TikToki, sytë 24 orë ti këtë hapur sytë mirë, nuk e ka problem. I ka hapë sytë mirë, deri ti vjen gjumë mirë, atërës edhe ta shti e pret, ai vetëm 2-3 orë bon gjumë dhe ti e pret ta shte puna me ta kry punën ty. Pa e së shkurkund, së është psikisht, a e së shkurkund. Ha është i shkatrun psikisht. Ha është i pëkutët. E të është normal, s'kan edukim, po veç asaj edhe s'kan punësim. Si man kërkushën punë ata, sepse patroni kërkon punë, kërkon rezultat. E ai s'është kapabël, nuk është i aftë. Nuk është i aftë.
në realitet e ka aftësinë, por dikush tjetër është t'ja keq përdor aftësinë ati. Krejt që këto rrjete sociale. Prandaj thash të jenë tema dhe mund t'i marrëm gjë pikë temën vete që duhet trajtuar dhe normal këto tema duhet marrin me trit, që ju pak të vedisohet ta kupton se ku është. Tash çysh vedisohet Renia? Vetëm kur shtrihet ma për tokë, so shkruan ma kur shmendet, e kur ta dëgjojsh baba të stir, a bon ti bëm rukje djali se ka mirë. Fillim do të më bëu ty rukje, pastaj djali tan. Se 15 vjet, 20 vjet nuk e ke pa e vladin tan se ke vrej se çfarë gjendje është, çfarë situata është, sa është tu shkatru, është tu degeneru, s'ka asnjë farë lloj edukate, as sjellje, as islam, as praktik, as kur gjë, trin tan natën, krejt zeza ti bon. Edhe pëta pasë mas 20 vjet, ajde po ti. Çka ti bëgja mas 20 vjet e ti? Ti, për 20 vjet se ke eduku, tash për 1 orë ti ogja dhe ta edukuaj ty atë. Pra, pastaj sharrin e shohim të gjithë si shoqëri, duke nisur pite prindërit, po edhe patrona, domethënë përgjegjës, edhe hoxhallarët dhe të gjithë. Kjo është gjendja e realt e rinisë tonë dhe këto impresionet të cilët i kanë nga rrjetet sociale. Mirë, ne si prindër, si hoxhallar, si vlezër, si migjallar, si dejallar, individa pjesëmarrës të kësaj shoqërie, si të përgjigjemi ne këtyre sfidave? Dhe në çfarë mënyre ne mundemi të ndihmojmë rinisë? Si mundemi t'i vedisojmë? Si mundemi ne pak të ndihmojmë? Se këto janë kjo lloj ndihme është ndihmë në aspektin psiqik, psikologjik. Pra duhet mirë dhe duhet folet, duhet bisedohet me ata dhe duhet të uzohen. Sot pas namazit të drekës. Masi e fal namazit të drekës edhe shkojmë banesë. Okej? E parkova veturën dhe shkoj për te dera kryesore e ndërtesës. Do gjeni i za shumë zhurmë me madhe, normal aty s'ka njerëz që folin kështu me ton të lartë. Edhe po afrohem, zhurma vazhdon bisedë, kur arrit atë hyrja kryesore, shoh, 2 djem një vajzë. Të huj, nuk banojnë aty. Nuk banojnë në ndërtesë. Por më duket se ajo vajza është një prej vajzave që na vjen në xhami. Pse do t'ua ceki? Por tash nuk e njohta, edhe alhamdulillah që nuk e njohta se kush bëhet fjalë, por vetëm ndjeni keqardhje. Edhe kur m'pan ato më tash ke parasysh, m'pan me mjekësen, bonjour, est-ce qu'on vous dérange? Midita, po u pengojmë? Thash, oui, vous nous dérange, po na pengoni. Pse? Në durët e tyre çka kishin ato? Jo cigare, pra kishin lloj të drogës edhe hiç pagale që aty, para derës kryesore. Edhe më zhurmë të lartë, nuk e di si nuk këshen reagu askush. Edhe tamam, por ajo vajza kur unë pa, reagojnë në mënyrë tjetër dhe shumë shpejt insistoj që të largojnë të ikim për aty, duke e mbuluar dhe fytyrën e saj. Edhe kur u largun, njëri prej djemve i tha, kush a kjo është profesori yt? Po masi e a tha këtë fjalë, unë kur e çola derën kryesore të ndërtesës, kuptova kjo është një vajzë prej vajzave që na vjen në xhami që i mësojmë. Ne duke u munduar në xhami, duke i kontaktuar, duke u munduar që t'i edukojmë, t'i frymëzojmë, t'i mësojmë. Ti si bab ku je? Ti si prind ku je? Nuk është arritja yte nëse ti i bën 1 milion, 2 milion, 10 milion. Arritja yte është nëse ti e vladin tanë e uzon në rrugë të drejtë, e mëson akiden të shëndosh, e mëson besimin të shëndosh dhe ke të uzuar. Nëse vladin e ke hafaz Kuranit, e ke namazli, e ke respektues të prindërve, e ke adhurues të Allahut azza xal. Po kjo është pasuria jote më e madhe. Kjo është pasuria më jote më e madhe që ti ke arrit. Nëse ke, po plus Allahu ta ka falë edhe pasuri materiale. Walillahi alhamd, Allahu ta ka falë shumë begati, shumë pasuri. Por nuk na bën fajde nëse ne kemi arrit aspektin material, po e kemi humb pasurinë e vërtetë reale, që janë fëmijët tanë. Edhe që në këtë drejtim shumë pak punojmë. Por shkak se jemi të fokusuar në diçka ajo është sa më shumë të arrim me materializëm. Po i harrojmë me vladët tanë. E mas një kohë pastaj kena me pa rezultatet, edhe tash që po e shohim me këto presione të rrjeteve sociale,
me këtë lloj këto metoda, forma të ndryshme të degenerimit, sharrin të gjithë do t'ja shohim, dhe vetë se ja shohim. Allahu na ruaj neve dhe vëllezërit tanë. Mirë, ne si të përgjigjemi këtyre sfidave? Në fillim, lidhje me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, ne duhet t'i mësojmë fëmijët tanë si ta njohin Allahun te bareke ve teala përmes Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet t'i mësojmë. Çka i ke mësuar vllazërin tanë deri tash? Çka i ke mësuar për Allahun? Çka i ke treguar për Allahun? Çka ke thënë? Çfarë dije i ke dhënë? Çfarë dije ke ti për me dhënë atij dijen? Çka ke mësuar ti deri tash? Sa i një akiden ti për me mësu akiden të shëndoshe vladit. Pa akide, pa tauhid, shkatron vetin tanë dhe vladët e tu. Pa tauhid xhenet nuk ka. Andaj, duhet me mësu e vladin me njohë Allahun te bareke ve teala. Ku është Allahu? Kush është Allahu? Çka ka kriju Allahu? Kush i ka kriju këto të mira? Kush i ka kriju atë? Kush na ka kriju ne? Kush i ka kriju kafshët? Me mësu se krejt këto ka dikush i ka kriju. Para me mësu rububiyetin. E pastaj me i tregu se krejt ky që i ka kriju krejt këto lloje të krijesave të ndryshme që i shohim dhe që nuk i shohim, e ky është ai i cili meriton të adhurohet dhe ky e ka emrin Allah. Dhe ky Allah është mbi 7 kat qiell, mbi arsh. Kështu duhet me mësu e vladit. Me mësu Allah, me mësu arsh, me mësu mbi 7 kat qiell. E me mësu pastaj se ky Allah që ka kriju gjithçka dhe që është i vetmi që meriton të adhurohet, ky ka edhe emrat e tij, i ka edhe cilësitë e tij. Pikë mas pike. Të dashur vëllezër, mund ta kërkojmë ndjes për shkak të ndërprerjes së ligjëratës, një pikë prej pikave të rëndësishme prej përgjigjeve me të cilat ne u përgjigjemi sfidave me të cilat përballet sot rinia, dhe fatkeqësisht që nuk arritëm ta përmendim dhe që duhet përmendur është rinisni duhet t'u mësojmë se i vetmi person që meriton të ndiqen hapat e tij dhe që është shembulli më i mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të jetë shembull i mirë një konsumues i drogës, i alkoolit, një degenerues që nuk e din vlerën vetvetit dhe me i ndik hapat e tij dhe me bëhet çish bën ai. Por Allahu subhanahu wa taala shembulli më të mirë na ka dhënë tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vërtet ju shembulli më të mirë i keni tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të qenë të shëndosh, të mirë, të dobishëm, frytdhënës për këtë shoqëri, për njerëzin në përgjithësi dhe për t'ia pa hajrin dynjas dhe ahiretit, ju si të ri i mësojmë e keni shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra pasi që u mësojmë Allahun, Zotin, kush është, rububietin, se është krijues i gjithçkajit dhe se ai meriton të adhurohet, madhërohet, e pastaj emrat, atributet e tij, pastaj u mësojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e mësuar biografinë e tij, duke mësuar duke u njohtuar me jetën e tij, me vuajtjet e tij për këto të ri dhe për ne të gjithë si njerëz, si umat i tij. Njohja e fesë pa pikë dyshimi se është me argument dhe është me urtësi. Është me argument dhe është me urtësi. Ne e vladët tanë duhet t'i mësojmë rinin, duhet të mësojmë Kur'anin, Sunetin dhe duhet ata të jenë të furnizuar me argumente të shëndoshë nga Kur'ani, nga Suneti dhe nga jeta e selefus salih. Pastaj rinin duhet ta mësojmë ta praktikojnë Islamin me dashuri, jo nga frika. Jo vladë ju të vjen me ty xhami se po tutet ki merese. Jo, e duhet me dash namazin. Duhet me dash Islamin. E duhet me dash xhamin. Dhe aj me kajt pse ti se merr xhami. Aj me u idhru me ty pse se merr xhami. A jo me zort me qu. Nëse ne vazhdojmë me vladët tonë ti që me zort, do të thënë ne nuk kemi të arrit sukses. Dhe nuk kemi mbjell dashuri në zemrat e fëmijëve tanë, e rinis për praktikimin e fesë me dashuri. Shoqëria e mirë. Ne duhet t'i mësojmë të rritë se njeriu është në fenë e shokut të tij. Al-maru ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhallil. Njeriu është në fenë e shokut të tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj çdo kush le të shikon kë e merr për shok. Kë e merr për shok. Duhet t'i mësojmë që të kenë kujdes, mos ta shoqërojnë njeri i devijuar, mos t'i shoqërojnë konsumatorët e llojeve të drogave, të alkoolit dhe kështu me radhë. Mos t'i shoqërojnë njerëzit të amoralshëm. Mos t'i shoqërojnë njerëzit të këqij, vrasësit. Pra duhet t'i mësojmë se ata kanë me i bon jetë si ata. Nëse ti, o djalë, o fëmijë, kështu me radhë, ti e shoqëron një i keq, ti ke më bë i keq, prandaj për momentin i mirë, ti duhet çdo herë me kanë i mirë,
shoqërohen me të mirit e larguar prej të këqive. I mësojmë që ata duhet të shoqërohen me ata që përkujtojnë Allahun te bareke ve taala. Trinë me njerëzit që janë rrugë të drejtë, që ata që atyre që intereson dija, që studiojnë, që hulumtojnë, që respektojnë, që Allahun nuk e harrojnë. Pra njerëzit të rinia që xhamit nuk i harrojnë. Edhe studime bojnë, edhe shkojnë Allahun e adhurojnë. Pra çdo herë janë lidhshmëri me Allahun te bareke ve taala. Pastaj këtë rini ne duhet ta përfshim në aktivitete të ndryshme të dobishme. Duke nisur, qoftë ajo në xhami, qoftë ajo sport, qoftë ajo edukim, gjëra vullnetare, tamam? Pra, shoqëri të jenë të aktivizuar, të angazhuar me aktivitete të ndryshme. Nëse ata nuk kanë aktivitete, nuk janë të angazhuar, xhami, as në ligjërata, as në aktivitete tjera, ose shëtitje dhe kështu me radhë, normal ata do të jenë të angazhuar diku tjetër me dikë tjetër. Do të jenë të angazhuar diku tjetër me dikë tjetër. Prandaj ne duhet të angazhojmë. Kur të vjen një djalë në xhami ose diku, angazhohe. Edhe ai e shef se veçanërisht nëse e shikon se ai ka qejf të jetë i angazhuar, angazhohe, se ai don energjinë e tij ta shfrytëzon, ta përdorë diku ku është mirë. E të rit, ne duhet të mësojmë si ata aq më shumë të jenë të angazhuar në aktivitete të ndryshme të cilat i bëjmë ne veçanërisht këtu në xhami. Mos të harrojmë se roli i familjes dhe shoqërisë është i madh për edukimin, frymëzimin, udhëzimin e rinisë. Nëse ti si familjar, si udhëheqës, si çoban, si përgjegjës i familjes tënde, nëse ti nuk e lun rolin tënd si udhëzues, si këshilltar, si përmirësues dhe kështu me radhë, atëherë dikush tjetër do ta luajë rolin tënd, por që është jashtë shtëpisë. Dikush tjetër ka më shfrytzu. Dikush tjetër ka me u bë babë i vladit tënd. Formalisht je babë i vladit tënd. Me po krejt atë që duhet ti ta bësh me vladit tënd, dikush tjetër ka më shfrytzu jashtë. Edhe fjalën aty ka mengu, fjalën jote s'ka mengu. Fjalët e tyre ka mengu, fjalën tënde jo. E gjithashtu edhe shoqëria. Ne këtu jemi një shoqëri, nëse flasim për këtu jemi një shoqëri, që duhet ta dimë se kemi rol. Jo hoxha, po çdo kush ka rolin e tij. Ka rolin e tij dhe duhet çdo kush ta luni rolin tuaj. Në familje duke filluar, pastaj edhe xhami. E gjithashtu edhe jashtë kudo që të jemi. Si përfundim vëllezër, rinia është një dhuratë. Është një emanet, të cilën e ka dhuru Allahu te bareke ve taala. Na ka falë Allahu azza wa jall. Çdo i ri do të pyetet para Allahut subhanahu wa taala për rininë e tij. Kur të plaket, kur të vdesë, edhe ne. Kur dalim para Allahut azza wa jall, ne kena me u pyet ku e kalum rinin. Ku e kalum? Çfarë rrugë, me çfarë punë, çka bëm? Për çfarë rini do të llogaritemi ne? Por në anën tjetër edhe prindërit tanë do të mirën në pyetje, sa na kanë edukuar ata që ne të jemi të rritë, shëndosh mirë, e kështu edhe ne do të llogaritemi për vetin tonë, por edhe për fëmijët tanë, për rinin, sa ne i kemi edukuar ata që të jenë të rritë, të shëndosh, të mirë, të hajrit, të dobishët për shoqërinë në përgjithësi. Këtë periudhë të jetës ne duhet të mësojmë të rritë që ta mbushin me vepra të mira, me vepra të dobishme, duke qenë në shërbim ndaj fesë të Allahut te bareke ve taala dhe shoqërisë në përgjithësi. Mos të qëndrojmë larg rinis. Trive gjohi duhet të mësojmë që të jenë afër neve. Jo të i shohim me një sy tjetër, se thash dikush tjetër ka me i afru ata nëse ne i largojmë. A është e vladi jem, a është e vladi yt. Duhet ta kuptojmë se ata janë rinia jonë. Ne duhet t'i afrojmë ato. Kalojmë kohë me ato. Shoqërohemi me ata. Pa marrë parasysh mosha. Pa marrë parasysh mosha. Sepse shumë të ri kanë qef me nejtë dhe me njerëzit më shumë. Edhe shumë më shumë kanë qef me nejtë, me trit. Ama do të më shumë kur rinë me trit, keni parasysh mohabetet atyre. A bone sa diçka ja.
Më bëni diçka jo, sa i plaku ma sun e bëna të cilën e bëna i riu tash dhe që mund të bënë, ke parasysh dhe kjo tash e hanë, dhe qka për me e shfrenu epshin, a i plaku i moshuari, edhe ka qef gjoheri me nejt me të të rritë, ka qef, ka për atyre mos haroni, ka për atyre që subhanallah i ladhim gjërat të ndryshme që u tregojnë nevojnë o zotruna, ke parasysh, edhe pleq që i ngacmojnë epshet e tyre. Do shta i riu kërkun se ka menden, po ky plaku, ky moshuari u bo sebeb ta provokon epshin e ti, sa ta kryun bisede me plak, i shkon i riu duke u mundu të bon zinallak. E ka për atyre që kështu, jo. Ne, qofshim ne në këtë mosh, po edhe vlezit tanë, po edhe pleqët edhe agjilere, me kretë me ratë, ne duhet t'i afrojmë të rritë, dhe fjallet tona dhe tyre duhet t'jenë fjallet të dobishme. Frydhanëse. Të zvogëlojmë ato ngacmimet epshore që i kanë, duke i kujtu për vdekje, duke i kujtu se kina me shku tek Allahi, duke i kujtu me pas kujdes, se Allahu na këshyr, na mbikëqyr. Kur t'i folish i riut kështu, automatikisht të ka i qka, pra mbillet bindja se dhe të ketë kujdes. Çka bon? Ajo të kundërtën. Allahu na ruajt. Lusim Allahu subhanahu wa taala që rinjin tonë Allahu azza wa jall në rrugë të drejtë ta uzon. Allahu azza wa jall i forcoft në rrugën e tij dhe në pasimin e praktikimit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i boft Allahu bartës të flamurit të së vërtetës. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.